Raporti i Institutit të Mjekësisë Ligjore rreth shkaqeve të vdekjes së Astrid Deharit, i bërë publik sot në Prishtinë, përcakton se ai ka bërë vetvrasje. Këtë ka konfirmuar sot kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Syl Hoxha, në një konferencë për shtëp. Konferenca e Hoxhës erdhi menjëherë pasi ai ja dorëzoi raportin përfaqësuesit ligjor të familjes Dehari, avokati Tom Gashi. Të gjitha provat dhe ekzamenimet e kryer gjatë procesit hetimor demonstrojnë se ky rast ishte vetvrasje. Nga raporti autopsisë rezulton se vdekja të ndjejtë Astrid Dehari ka ardhur si pasojë e asfiksisë mekanike, mbyllja ose bllokimi i rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, si pasojë e dëmtimeve të vetë shkaktuara, të cilat kanë qenë të shoqëruara me gjakderdhje të jashtme. Sipas Hoxhës, prokuroria deri më tani ka marrë në pyetje 17 persona, prej të cilëve 4 janë marrë në pyetje për herë të dytë në procesin e zbardhjes së rastit. Por ai tha se ende nuk ka asnjë të dyshuar për këtë rast. Nuk është dhënë asnjë dyshim i mundshëm për ndonjë përleshje fizike apo probleme në mes të paraburgosëve dhe oficerëve me tani të ndjerin Dehari. Është vërtetuar se dhoma A3, ku ka qenë i vendosur tani ndjeri Astrid Dehari, gjendet në katin e dytë, rreth 8 metra në lartësi nga toka dhe dritarja e kësaj dhome është e siguruar me grilla të forta, të cilat nuk kanë mundësi zhvendosen dhe të cilat nuk shifen se janë të dëmtuar. Dhe nuk kemi asnjë person të dyshuar për vepra penale apo që mund të ketë shkaktuar vdekjen. Ndërsa Tom Gashi tha se raporti i pranuar do të studiohet nga ekspertët e angazhuar nga familja Dehari. Ne jemi të interesuar që paraprakisht ta lexojmë, ta studiojmë këtë raport të autopsisë, pastaj do të dalim me një komunikat se si unë si avokat i familjes Dehari e kuptoj këtë dhe cilat janë shkaqet e vdekjes sipas ekspertëve të mjekësisë ligjore. Ai bëri të ditur se ende ka punë për të gjetur arsyet e vdekjes së Deharit. Ka dhe shumë punë tjera për të bërë, për të ardhur në përfundim se cila ka qenë arsyeja dhe si ka vdekur Astrid Dehari në duart e shtetit, respektivisht në burgun e Prizrenit, ku është mbajtur për 68 ditë i paraburgosur.